Gjatë një prajmi emocional të Big Brother VIP, Egli Tako mori një surprizë të papritur nga ish partneri i saj, Olsi Bylyku. Takimi erdhi pas rrëfimit të linjës së jetës nga Egli, ku aktori u shfaq për t'i thënë disa fjalë zemre dhe për të shprehur mirënjohje ndaj saj. Egli e shokuar dhe emocionuar u shpreh se ky takim ishte diçka që e kishte pritur prej kohësh, që pas ndarjes së tyre. Të dy ndanë me publikun ndjenjat dhe reflektimet që kanë pasur për 5 vite së bashku dhe zbuluan më tepër mbi arsyet që çuan në ndarjen përfundimtare. Olsi tha se nuk kishte qelluar të afrohej, por video që kishte parë nga shtëpia e shtyn të vinte. Ai vlerësoi mënyrën se si Egli kishte treguar mirënjohje dhe maturinë në lojë, duke theksuar se ndarja e tyre kishte sjellë një mesazh të rëndësishëm për respektin që ende ekziston mes tyre. Egli përsëriti se kishte zgjedhur të mbante mirënjohje për mbështetjen që kishte marrë prej tij dhe e konsideroi takimin një moment të rrallë. Olsi përfundoi duke i thënë se pavarësisht moshës së re që kishin, ata kishin ndarë një histori të vërtetë dhe Egli ishte një dhuratë për çdo partner në jetë.